Bora, cila kish me qenë mënyrë ma e mirë e të mësuarit për ty, mes dy alternativave që po t'i thëm tash. Në një, me pyet për një çështje të caktuar me një arsimtar i cili nuk është i interesuar me u përditësu, me u, si me thonë, me u zhvillu edhe me u aftësu edhe me tren, me aktualitetet, apo qatë pyetje që kështë pas me abo si të arsimtari, me abo ChatGPT-s për shembull. Cila është mënyrë më e mirë të mësuarit për ty? Ti, cili qështu kishë dhanë, cilin hape i kështë bo mas pari? Nëse qëtu e kështë pas laptopin edhe qëtu e kështë pas arsimtarin. Kushtet i kitë barabarta, mund është dyve me janë bo pyetjen, qështu kishë dhanë ty? Kujti kështë besu ma shumë? Qitash për qitash? Momentalisht, unë prapë mendoj që nëse ai arsimtar është në gjendje mu me ma dhonë një përgjigje, me që ka arsimtar që për shembull nuk di me dhonë përgjigje më shumë se sa që është një libër. Më ka ndodhur një rast, e kom paraqit një pyetje dhe më ka thonë ç'të shkruan në libër, ç'të shkan. Dhe në atë rast për shembull, atëherë normalisht që ju kisha drejtu tani ChatGPT-s për diçka, domethënë informata më thellësore. Po nëse arsimtari mu din me mi dhon këto informata, atëherë normalisht që e pyes arsimtarin, me që thjesht teknologjia sado që të jetë e avancume, është robot. E roboti, mënyra se si funksionojnë këto AI-t sot, janë që ato mbledhin të dhanat të cilat i shohin edhe i vërejnë dallimet ngjashmërit, edhe pastaj ato i paraqesin. Shpesh herë dhe ne dim sa shumë ka fake news ose lajme të rreme nëpër rrjete, ose thjesht ka disinformata, gjëra jo të sakta, propaganda etj. Të cilat një AI i cili nuk din më mirë mund t'i merr ato si fakt. Ose shpesh herë ndodh që AI për shembull edhe të shpik vet informata, nëse nuk ka përgjigje të saktë për të dhënë, ka raste ku hamendsojnë mbi informata. Andaj është shumë e rëndësishme që kur je duke bisedu me AI, vazhdimisht me kërku se ku i kanë marrë dhënat edhe a janë me shikua, a janë ato platforma webfaqe, a janë sigurta për cilat ne mundemi besu me çdo informata. E nëse e kam mundësin pra mja parashtru pyetjen një arsimtari i cili e ka studiu këtë fush edhe e din përgjigjen e atë pyetje edhe e kam aftësinë që mu me ma shpjegu atë në një mënyrë ku une si nxënëse kisha mujt me kuptu, atëherë gjithsesi e kisha pyet s'pari arsimtarin. Po normalisht nëse arsimtari nuk ma jep përgjigjen që kam dëshirë ose përgjigjen cilën që nuk të mjafton. Që nuk më mjafton pikërisht. Tani ju kisha drejtu rrjeteve. Nga AI. Interesant. Po më pëlqen që ende po shpresën në njeriu. Po, nuk më pëlqen që ideja që e gjithë bota tjetë teknologji. Pajtona plotësisht që zhvillimi i teknologjisë është i domosdoshëm për zhvillimin e njeriut, po mendoj që elementi njeri e ka një shpirt vet edhe e bukra jetës është kjo që mundi që e dhojmë. Dhe nëse është shumë e thjesht, nëse çdo punë na kryen roboti, atëherë nuk ka që shumë bëhet më e ftoftë, më monotone. Po gjithsesi jam për kombinim, për një kombinim për një. Edhe unë jam për kombinim, veç nuk po jam i sigurt apo pajtona krejt me ty, anashta mas pare e kisha vete jajnë, tani e kisha vete edhe arsimtarin. Që tu nuk po di kon me cit parin. Amo po pajtona që i shkon besoj tani për tani, kombinimi kësh me qenë njëra e duhur. Që arsimtari me asistentin robot që tha ma herë.